Ne kemi punë shembullin e shkollës magjistraturës, disa herë. E kam përmendur dhe vazhdoj ta përmend. Parlamenti duhet dalë me një ligj, duhet ta shkrijë shkollën e magjistraturës. Merr një fakt. Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që kanë dalë nga shkolla e magjistraturës, që nga viti 2016 e këtena, vetëm merr dhe shiko CV-n e tyre. Janë djemë dhe vajza deputetsh, ministrash, zëvendës ministrash, funksionarë shteti, mund të kesh 10 deri në 15% që vinë nga familjet e shtresave të mesme apo të varfëra. Por mua shkolla e magjistraturës duhet të mbyllet një orë më parë, sepse po abuzohet me shkollën e magjistraturës. Avokat, për efekt kohor, do të pyes me tjetër çështje, se shtyr sërish gjyqin ndaj Velijet, nuk ka pasur njoftim nga burgjet për seancën. Duket që është një situatë që disi edhe përsëritet. Velia e kemi mësuar se është drejtuar gjykatës administrative me një kërkesë padi për çështjen e prokurorit i që bëhet ato çështjen. Unë kam ndëgjuar ka 2 ditë, nëse s'gaboj, ish presidenti Bamir Topin në një emision që në kohën e Këshillit të Lartë të gjyqësor që drejtohej nga presidenti Republikës, ishin 14 antarë të KLG-s dhe një antar i vetëm ishte presidenti i Republikës. Dhe ai pretendonte se kishte një votë të vetme. Dhe janë 7 antarë të Këshillit të Lartë Prokurorisë që e kanë propozuar prokurorës përgjithshme, prokuroria përgjithshme ka qua thjesht propozimin dhe presidenti ka respektuar thjesht një vendim administrativ, ka nënshkruar dekretin dhe është emëruar për mua në kundërshtim flagrant me ligjin, prokuror i çdo rangu qoftë. Nuk provohet që ka marrë votat e mjaftueshme nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, nuk provohet me një relacion shpjegues që prokuroria përgjithshme asaj kohe t'i dërgoj zyrës së presidentit Republikës, por ajo që është më e keqe dhe më fatale, nuk provohet që zoti Dato të ketë punuar 5 vjet oficer i policisë gjyqësore në prokurori, 5 vjet e 1 ditë, që të ketë të drejtën për të hyrë në garë për të kandiduar për prokuror. Por mua, gjykata administrative, nëse këto faktohen, do të marrë me një vendim të menjëhershëm dhe duhet ta shkarkoj nga detyra. Sepse nuk bën sens ndryshe edhe të funksionoj. A mund vion tani jurist, gjithë të 4 dekada në fushën e jurisprudencë, të vi të luajnë rolin e spikerit aty në vendin tanë, si ja kam idenë fare. Sepse duhet të ketë, janë shkallë profilit që njeriu profilizohet për të bërë një detyrë. Po, për nëse vërtetohet kështu, si thoni ju, ai nga jeta civile. Janë pretendime dhe bie të rrezosh gjithë sistemin, se kanë kaluar hallkat. Ai bie nga jeta civile që i ka zëvendësuar të ndjerin babain e vet, nëse nuk gaboj, që ka qenë noter dhe çdo familjar sot që është noter që mbush moshën për pension, nëse ka një fëmijë jurist, mundet me lanë detyrën e noterit fëmisë pa problem. Dhe siç kemi mësuar nga mediat, babai i ka lënë detyrën, nga noter ka ardhur të bëhet prokuror. Duhet punosh oficer i policisë gjyqësore që të shkosh. Nëse do të respektosh ligjin, nëse nuk do të respektoj ligjin, por them edhe këtë. Organet ligjzbatuese të shtetit shqiptar dhe direkt prokuroria e posaçme që ka autoritetin e vet ligjor, duhet hetoj. Nëse procedurat nuk janë ndjekur siç duhet, dhe duhet të thrasë dhe duhet japin llogari, qoftë presidenti asaj kohe, qoftë edhe prokuroria e përgjithshme asaj kohe. Nëse kjo faktohet. Por, nëse i ka plotësuar vitet si oficer i policisë gjyqësore, nëse kandidatura e tij ka qenë e përshtatshme dhe është respektuar ligji, ai qëndron detyrë prokuror dhe s'ka forcë që e lëviz. Nëse ligji është shkel, gjykata administrative sigurisht do të dalë me një vendim që do ta shkarkojë. Avokat, falenderoj për prezencën. Faleminderit edhe juve. Do të kthehemi pas një hapësire të shkurtër publicitare për të vijuar me diskutim politik në studio.